32.627 fermerë në të gjithë Shqipërinë kanë marrë deri tani fondet në llogaritë e tyre bankare me një vlerë totale prej 634 milion lekësh, ose rreth 6.5 milion euro nga skema e mbështetjes me naftë pa taksa për bujqësinë. Skema parashikon 50% të mbështetjes për çdo hektar të mbjellë për fermerët që zotërojnë mbi 10 hektar tokë. Grupimet e bashkimit të fermerëve përfitojnë të parët, ku secili antar i grupimit merr masën e financimit në një llogari të veçantë në nivelin maksimal 100%. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, interesi i fermerëve për këtë skemë ka qenë mjaft i lartë. Në platformën e-Albania janë regjistruar 69.917 aplikime nga fermerë dhe shoqëri të bashkëpunimit bujqësor, të cilët kërkojnë të përfitojnë nga fondet e skemës kombëtare të mbështetjes 2025. Pjesa më e madhe e aplikimeve, rreth 52.837, i përket skemës së mbështetjes me naftë pa taksa, gjë që ka si synim të ulë kostot e punimeve bujqësore dhe të nxjisë prodhimin vendas. Përmes skemës kombëtare të mbështetjes 2025, qeveria synon të rrisë rendimentin e prodhimit bujqësor, të fuqizojë produktet Made in Albania dhe të garantojë zhvillim të qëndrueshëm rural duke forcuar më tej konkurrueshmërinë e sektorit.